dhe Ministria e Punëve të Jashtme është boshatisur nga diplomat me përvojë. Ministria e Punëve të Jashtme, misionet diplomatike, ambasadat janë mbushur nga militantë. S'kemi parë antarësime të reja të Kosovës në organizata ndërkombëtare. Edhe po të kishte qenë Bill Gates, Elon Musk, ministër i jashtëm, nuk do të mund ta rregullonte politikën e jashtme të Kosovës. Qeveria Kurti edhe zonja Donika Gërvalla bashkë me presidentën e kanë suspendu politikën e jashtme, e kanë suspendu fushatën për njohje të Republikës së Kosovës, e kanë suspendu aspiratat të Kosovës për antarësim në organizata ndërkombëtare dhe Ministria e Punëve të Jashtme është boshatisur nga diplomat me përvojë që kanë pas trashëgimi dhe njohje dhe në antarësim. Janë larguar mbi 30 diplomat të karrierës dhe diplomat të cilët kanë pas një punë dhe suksese të prekshme, dhe në vend të tyre, Ministria e Punëve të Jashtme, misionet diplomatike, ambasadat janë mbushur nga militantë të cilët i shërbejnë jo interesit nacional të Kosovës siç parasheh ligji për shërbimin e jashtëm, po ata i shërbejnë vetëm interesave të lëvizjeve të vendosje. Diplomacia edhe raporti i Kosovës bilateral me shtetet e ndryshme të botës ndërtohet me seriozitet të hatashëm, ku ke edhe shkëmbim të ambasadorëve dhe të përfaqësive dhe pastaj bën lobim për çështjet të cilat janë me interes. Ne nuk kemi parë një intensifikim të këtyre veprimeve diplomatike, s'kemi parë antarësime të reja të Kosovës në organizata ndërkombëtare, ndërkohë që ka pasur njohje simbolike për të cilat edhe kemi aplauduar. Por, duhet thënë që Kosova ka potencial të jashtëzakonshëm për të ndërtuar raporte edhe për të mirëmbajtur miqësitë të cilat nuk i ka bërë gjatë këtyre muajve të kaluar, po edhe gjatë viteve gjatë qeverisjes së Kurti. Kosova e ka humbur pozicionin e vet, i ka humbur aleancat e veta, nuk ka pasur intensifikim ose nënshkrim të marrëveshjeve bilaterale me shtetet mike, janë dëmtuar këto raporte dhe nuk ka pasur koordinim për shumë politika për të cilat do duhej që Kosova të përfitonte nga situatat e caktuara politike. Për këtë mendoj që ka shumë çka për të përmirësuar dhe Kosova e ka humbur pozicionin e saj, për çka do të na kushtojë në vitet e ardhshme. Në politikën e jashtme gjithmonë është një teori që thuhet politika e jashtme është reflektimi i politikës së brendshme. Pra, edhe po të kishte qenë Bill Gates, Elon Musk, ministër i jashtëm, nuk do të mund ta rregullonte politikën e jashtme të Kosovës sepse ajo lidhet me politikat dhe vendimarrjen e brendshme, që mandej reflekton në politikën e jashtme. Nuk mund ta quajmë sukses, ato njohjet kanë ardhur edhe si pasojë ndryshimeve gjeopolitike në botë. Pra duhet kuptuar që normalisht që mund të them shteti i Kosovës ka merita, por specifikisht personat shumë pak sepse shikoni, njohjet vinë si punë, si më thonë, një koherencë e gjatë punës të vijë deri te një njohje dhe duhet të ndryshojnë rrethanat në një vend që për ta njohur. Njohja nga Siria nuk ka ardhur pse ne kemi lobuar fuqishëm edhe kemi një zgjuarsi në politikën e jashtme, por ka ardhur si rrjedhojë ndryshimeve brenda Sirisë dhe raporteve Siri-SBA. Edhe mandej involvimi i Turqisë, Arabisë Saudite, pra shikoni disa faktorë kanë ndikuar me u arrit një çështje.